për të gjithë ju prindrit që dëshironi fëmijët tuaj të shkojnë përpara, ta gjejnë me veten e tyre, në çdo moshë që të ndiheni, jam këtu me Rita Cake, terapiste shpirtërore universale, shkrimtare, mësuese trajnere e zhvillimit personal, për të ndihmuar, dhe kjo është një thirrje për të gjithë personat të tjerë që mund të dëgjojnë dhe kanë institucione të ndryshme që kanë të bëjnë me fëmijë, akoma dhe me shkolla private, kudo që janë në Shqipëri, për të qenë pranë jush si ndihmës në zhvillimin personal dhe ndihmën për fëmijët të çdo moshe. Për këtë do organizojmë një fushatë, të paktën unë, se ka menduar, një fushatë për të gjithë fëmijët të moshave të ndryshme, për të ndihmuar dhe për të qenë pranë që të vinë në kontakt me shpirtin e tyre, me detyrat e tyre, me ëndrat e tyre. Prandaj në këtë fushat do dëshironja të kisha dhe persona të tjerë të ndihmonin, ata që kanë kopshte, sepse do fillojmë që nga mosha të vogla, ata që janë shkolla fillore, private, akoma dhe institucionet shtetërore dhe të njerëzit të arsimit, të gjithë. Sepse kolektivi, shoqëria që të filloj të bëjmë diçka ndryshe, fëmijët mos harrojmë që janë shpresa, janë fati jon, janë e ardhmja jon. Ndaj le të fillojmë të punojmë dhe me ata, sepse kohët e fundit kanë filluar të punoj shumë me fëmijë dhe pastërtia e tyre, ndjeshmëria e tyre është shumë e madhe. Ndaj dua të jem këtu për të gjitha ato qendrat që mundemi të bashkëpunojmë dhe në largësi, por dhe nga afër me fëmijët që të arrijnë të lirojnë traumat. Në të njëjtën kohë ka filluar një fushatë për të punuar me traumat, emocionet e skaluarës, me gratë shqiptare, me burrat, dhe ju ftoj përsëri këtu, sepse kur ne bëjmë diçka ndryshe, pastrojmë rrjenjët tona, atëre dhe krahët tona të plagosura do shërohen. Në të njëjtën kohë do dërgojmë dritë te paraardhësit tanë, sepse janë të paktën 14 breza me shkencë që kanë dalë që na bëjnë që ne të bllokojmë jetën tonë, por ne duhet të bëjmë diçka ndryshe. Dhe ne tani jemi thirrur të zbërthejmë zinxhirët nga e kaluara, nga traumat, nga emocionet, nga ngarkesat edhe barrat që nuk janë tonat, të bëjmë atë evolimin e shpirtit tonë. Në të njëjtën kohë këtë ta vazhdojmë tek fëmijët tanë. Prandaj, nëse je prind dhe ke probleme me vajzën ose me çunin tënd, mund të komunikosh me mua. Dhe kudo që t'jeni, institucione të ndryshme që keni nevojë për ndihmë, jam këtu për të ndihmuar çdo person. Dhe falas, dhe kush të doj mund të punojmë dhe në privat, nëse nuk dëshironi këto grupe. Unë nga ana ime do filloj një shoqatë tani dhe një fushatë të menjëhershme me fëmijët, me gratë dhe me burrat. Dhe do jem së shpejti në Tiranë dhe grupi i parë që kemi filluar do filloj në datën 23 maj me 25 në një trajnim 3 ditor. Ju ftojmë të vini të gjithë së bashku. Shikoni çfarë do keni në jetën tuaj mbas këtyre terapive dhe trajnimeve të ndryshme që mund të bëjmë. Për fëmijët e moshave të ndryshme ka vendosur të fillojmë me meditime të ndryshme falas, prandaj ju bëj thirrje që të më shkruani nëse jeni të interesuar. Atëherë, grupi i parë që do fillojmë të bëjmë meditime për të gjitha moshat e fëmijëve, për të cilët këto meditime, këto terapi mund të ndihmojnë fëmijët të krijojnë një lidhje më të fortë me veten dhe të zhvillojnë vetëdijen e tyre që nga një moshë të ershme. Për të dhënë këtë mundësi, sa më shumë fëmijë të përfshihen, aq më mirë.
sepse do shikojnë dhe njëri tjetrin. Atëherë, do fillojmë me 3 grup mosha. Fëmijët nga mosha 5 deri në 7. Tema: dashuria dhe drita brenda nesh. Qëllimi: të ndihen të sigurt dhe të krijojnë një lidhje me shpirtin e tyre. 2. Grupi 2. Fëmijët 8 me 12 vjeç. Tema: udhëtimi i brendshëm. Qëllimi: të zhvillojmë aftësitë e vetkontrollit dhe të mësojnë të qetësohen përmes frymëmarrjes dhe imazheve pozitive. 3. Fëmijët adoleshent nga mosha 13 deri në 18 vjeç. Tema: rritja dhe forcimi i besimit në vetvete. Qëllimi: të rrisin vetbesimin, të kuptojnë energjitë e tyre dhe të zhvillojnë një qëndrim të shëndetshëm për veten. Të gjitha këto do ndihmojnë fëmijët të rriten më me shumë vetdije dhe të kuptojnë forcën e shpirtit që kanë brenda tyre. Prandaj, ju ftoj të gjithë juve prindërve që po e dëgjoni këtë video, ta shpërndani në shokët, në miqtë tuaj, akoma dhe tek ata persona që e dini që ka nevojë për ndihmën me fëmijët e tyre. Dhe dua të më komentoni nga poshtë si e shikoni dhe sa e nevojshme është për ju, për fëmijët tuaj, e gjithë kjo fushatë që po niset. Dhe në qoftë se je një person që ke në dorë diçka, në një shkollë private, në Kopësht, në një kudo që t'jetë, dhe unë mund të jem e përshtatshme, mund të komunikoni me mua. Në të njëjtën kohë, më shkruani cila ditë do ishte e mirë për ju prindër me fëmijë ndërmjet platformës Zoom të fillojmë këto grupet, që t'i marr parasysh për këto që po përgatit. Komentoni, shpërndani videot, regjistrohuni dhe këtu më ndiqni në TikTok dhe në YouTube. Ju prindër bashkë me fëmijët. Le të fillojmë të bëhemi një me njëri tjetrin. Ju falenderoj dhe kalofshi sa më bukur.